Dhe së fundi çmimi Nobel për paqe fitohet nga Maria Corina Machado nga Venezuela. Jam e shokuar, por e lumtur. Lidera e opozitës venezuelane Maria Corina Machado, 58 vjeçare, është shpallur fituese e çmimit Nobel për paqen 2025 për rolin e saj në luftën faqësore për rikthtimin e demokracisë në Venezuelë. Lajmi e gjeti atë në fshehtësi pasi jeton në ilegalitet që nga zgjedhjet presidenciale të korrikut 24, të cilën opozita e cilëson si të manipuluar nga regjimi Nicolás Maduros. Në një video të publikuar nga kandidati opozitare Edmundo González Urrutia, Machado shihet duke reaguar me abi: "Jam në shok, nuk mund ta besoj, jam e njosur në emër të popullit të Venezuelës." Ajo rrofej se ishte zgjuar natën nga telefonata sekretarit Komitetit Nobelit që komunikoi lajmin. Machado theksoi se çmimi i përket gjithë popullit të Venezuelës dhe se shpreson që ky vlerësim të ndihmojë në përpjekjen për liri dhe zgjedhje të lira. E lindur në Caracas në 7 tetor 67, Machado është inxhinier industriale dhe një nga figurat më të njohura të opozitës. Ky çmim nuk është i imi, tha ajo, po një kombi që nuk dorëzohet. Ndërsa presidenti Trump, që priste për një çmim paqe, tha se çmimi bazohet në arritjet e vitit kaluar dhe jo të vitit 2025.